Alen Sheqiri shijoi fushën e lojës me fanellën e Cagliarit në Serie A që në vitin e tij të parë në futbollin italian pas transferimit nga Ignatia. Gërdjavën shqiptar luajti 6 ndeshje në Serie A dhe 1 në Kupën e Italisë në këtë sezon, duke treguar aftësitë e tij. Por me sa duket kjo nuk ka bindur Cagliarin për të besuar përfundimisht fanellën e titullarit, pasi klubi afroi në janar Elia Caprilen, një të ri të talentuar i cili ka qenë titullar i ekipit U21 të Italisë nga radhët e Napolit. Ai u ofrua në Boazin dhe pritej që vendimi për të ardhmen e portës së Cagliarit të merrej në fund të edicionit. Por në afrimin e fundit të kampionatit dënoi mbjetesën që duket thuajse sigurt në elitë, mediat italiane raportojnë se Cagliari ka vendosur të blejë kartonin e Capriles të Napoli. Në kontratën e Boazimit është dhënë klauzole për 8 milion eurosh për portierin dhe të Cagliari do të aktivizojnë në verë për të siguruar kartonin e tij. Me një investim kaq të rëndësishëm, është e qartë se ai do të jetë titullari i portës së Cagliarit dhe Sheqiri duhet të presë me durim përsëri momentin e tij për të zbritur në fushë.